Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, ne pranon salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë të rëndësishme vëllezër. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Maksimumi nuk janë as 30-40 germa gjithsej, flasim miliona fjalë gjatë ditës, por dhe Gjibrili a.s. I ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që çdo gjë ma ka mësuar Zoti që ta di, shumë gjëra i ka thonë. Për çdo gjë pemë që bin tokë, që çel, që kalbet, që rretin, el kredi di thot në gjithë botën thotë. Po i gjë nuk e di thot. Çfarë është që se di? Se sa është përblen Allahu atë që i çon salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me i fjalë goje, shpërblimi është i madh tek Zoti xhela xhelaluhu, po njëkohësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta ketë dëshmitar apo avokat, më mirë me thon, para Zotit. O Zot, fale filanin. O Zot, fale filanin se më ka dërguar salavat. Edhe ju mos harroni çdo xumë, jashtë xumaje, të paktën 10 herë në ditë me i dërguar salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na i pranon salavatet. Na fal na mëshirat gjithë ne që jemi këtu ya Rabbil alamin. Mos na lën gjinah pa nafshi ya Rabbil alamin. O Allah, na pranon muajin e Ramazanit ya Rabbil alamin. Ditët e Bajramit ya Rabbil alamin. Sadakat tona ya Rabbil alamin. O Allah, namazet tona na i pranon ya Rabbil alamin. O Allah, edhe mas Ramazanit mos na ndaj nga namazet, mos na ndaj nga veprat e mira ya Rabbil alamin. Dhe na distanco dhe largo nga çdo vepër e keqe ya Rabbil alamin. O Allah, na uzon e gjithë shka që fitojmë kënaqësinë tënde dhe largojmë hidhrimin tënd ya Rabbil alamin. O Allah, na begato me mirësi dhe begati aq sa na duhen ya Rabbil alamin. Kemi nevojë për gjithë shka të na japësh ya Rabbil alamin. Dhe ajo që jep te o i madhi Zot është e gjitha e mirë për ne, edhe për pjesëtarët e familjeve tona ya Rabbil alamin. O Allah, gjithë ne sot tu vëm me halla ya Rabbil alamin. Na i leso. O Allah, vëm me gjinafe na i fshi ya Rabbil alamin. Mos ta nxjerr për kësaj xhamie, vetëm se me gjinafe fshime ya Rabbil alamin. O i madhi Allah, ato që vën me borxhe ndihmoj, që ti likujdojnë ya Rabbil alamin. Ato që vën smon, o Allah shëroj, pastroj ya Rabbil alamin. O Allah, ata që janë moshe vjetër begatoj dhe mbroj ya Rabbil alamin. Siguroj nga çdo e keqe, vazhdoja jetët me iman ya Rabbil alamin. Ata që janë moshe ret pa punë, o Zot, punsoj ya Rabbil alamin. Jep rrezik halal ya Rabbil alamin. Jep punë halal ya Rabbil alamin. Dhe ato që vën pa martuar tim dhe vajza, o Allah, bashkoj ya Rabbil alamin. Jep fatahet mbas saj xumaje ya Rabbil alamin. O i madhi Allah, të lutem dhe për gjithë dashurit tonë, besimtare dhe besimtare që na kanë kaluar për kësaj jete. Fali mëshiroj dhe bëj për banon xhenetin ya Rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu na urdhëron që të jemi të drejtë, jemi dhe bamirësi ndaj njëri tjetrit, por na urdhëron që të falim namazin. Namazin na afron tek Allahu dhe na largon nga çdo e keqe. Allahu na pranoj namazet tona.